Pas pezullimit të ligjit të vettingut, Brukseli zyrtar bën të qartë se progresi në reformën në drejtësi është thelbësor për Shqipërinë në rrugën e integrimit. E kontaktuar nga Vision Plus, zëdhënësja e Komisionit Evropian, Maja Konciacic, tha se BE ka mbajtur shënim qëndrimin e gjykatës kushtetuese për t'u drejtuar Komisionit Venecias. Bashkimi Evropian i ka kushtuar vëmendje vendimit të gjykatës kushtetuese të Shqipërisë për të pezulluar përkohësisht zbatimin e ligjit për rivlerësimin e jashtëzakonshëm të anëtarëve të gjyqësorit, të ashtu quajtur procesi vettingut. Ne mbajtëm shënim njoftimin kontekstual të gjykatës për të kërkuar menjëherë këshill nga Komisioni Venecias dhe për të vazhduar më pas duke u bazuar në këshillën e këtij të fundit me rishqyrtimin mbi kushtetueshmërinë e ligjit. E pyetur nëse ky pezullim do të ndikojë në zbatimin e reformës dhe në raportin e pritshëm të Komisionit, Konciacic theksoi se vettingu duhet të zbatohet i plot, dhe ai përbën një përpjekje kyçe për të shënuar progres. Bashkimi Evropian konsideron se një vetting i plot dhe gjithëpërfshirës i gjyqësorit në Shqipëri është një përpjekje thelbësore që pritet të forcojë profesionalizmin në këtë sektor. Si i tillë ai duhet zbatuar në një mënyrë të qetë dhe në kohën e duhur në kontekstin e një procesi më të gjerë reformimi që po vazhdon. Përparimi në reformën në drejtësi është një përpjekje kyçe për Shqipërinë për të ecur përpara në rrugën drejt integrimit evropian. Rishikimi i kushtetueshmërisë së ligjeve është një drejtë kryesore e gjykatës kushtetuese. Përfundimi i këtij procesi duhet të merret parasysh nga autoritetet e tjera të lidhura me të në Shqipëri, që janë përgjegjëse për zbatimin e reformës. Për sa i përket trafikut të drogës në Shqipëri dhe ndikimit të këtij problemi në imazhin e vendit, zëdhënësja e Komisionit nënvizoi. Bashkimi Evropian po ndjek nga afër çështjet që lidhen me luftën kundër krimit organizuar, përfshirë sfidat që lidhen me luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të drogës nga Shqipëria. Jemi në dijeni të një numri të operacioneve të suksesshme, të kryera së fundi nga policia, të lidhura me trafikun e lëndëve narkotike të kultivuara apo që kanë kaluar tranzit në Shqipëri. Këto janë arritje të rëndësishme të gjitha agjencive ligjzbatuese të përfshira. Autoritetet në Shqipëri duhet të bazohen në këto rezultate, në përpjekjet e tyre për të shkatëruar jetët kriminale, edhe në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar policor. Komisioni Evropian do të publikojë së shpejti edhe raportin për Shqipërinë, ku analizohet edhe progresi në këto fusha. Më 9 nëntor, Komisioni Evropian do të publikojë progres raportin për Shqipërinë, ku pritet rekomandimi për hapjen e negociatave për anëtarësim.